kemi opozitë e cila gjatë gjithë se kohë, jo vetëm që nuk kanë ndihmuar, por përkundërzi ka bërë të kundërtën. Pra në korridoret e bashkimit si në Bruxelles, si në Strasburg e tjerë, ka luajtur pisë. Ka luajtur pisë dhe në këtë kuadër tani që duhen edhe rezultatet, pavarësisht se kemi një rezolut miratuar, patjetër që do të kërkoj të nxjerrë paktën disa benefice të tjera, përse i përket rolit për të ndihmuar për çështjet e integrimit. Ky është një element i cili ka të bëjë më tepër me rrjedhat politike të këtueshme se sa me vetë procesin vetveten. Dhe në këtë kuadër, tani u fol për doktorin, por doktori këtë gjë ka tani. Hapi edhe lojën e heqjes së non gratës, do të kemi lajme të tjerë, domethënë ishin të dyja paralel këto, kështu që. Patë non gratës e kuptuam, por ishte për gardën e vet. Kurse kur ti del nga gardi jote, pastaj fillon e hedh kanali ureve të zeza për te është çik problem apo? Realisht, se te gardi jote rri, po çfarë dush? Realisht e the edhe këtë gjë që është kohë humbur Berisha. Tani merrem me Berisha. Jo. Realisht është vërtet kohë humbur. Jo. Sepse në fundit Shqipëria është diçka shumë më lart sa aq më tepër një politikan i cili nuk po di të orientohet dhe e ka shbër vetë partinë e vet, se sa ti besojmë ne tani aq më tepër çështjet e integrimit. Ne s'po i besojmë votën, jo më ti besojmë çështjet e integrimit. Edhe çdo shqiptar me Jo, po flas për këto brezën e riu. Sepse dhe këta ishin shumë radikal, të që quheshin të ponderuar, pro-europianë etj. Këta u bën edhe më radikal se Berisha. Çështja e integrimit të Shqipërisë është një kauzë e cila i prek gjithë shqiptarët, me qenë këta socialistë, demokratë e tjerë. Dhe pavarësisht se si luan politika, ne këtu nuk jemi për të parë qëndrimet e politikës shqiptare, por çfarë i shërben dhe si po vën rrjedhat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kuadër patjetër që ka çështje, siç e tha edhe kolegu për sa i përket edhe Malitzi për çështjen e parakalimit. Parakalimit teknik. Në kohë kemi pamjet live nga Brukselit, konferencës për shtypjen nis pas pak. Gjithsesi, tani ajo çfarë është e rëndësishme dhe që do ndodhi sot, dhe do dalin në konferencë për shtyp, është fakti që Bashkimi Evropian tashmë është i vendosur për të zgjeruar dhe për të zmadhuar hapësirën e vetë edhe në Ballkanin Perëndimor, pavarësisht problematikave që ka secili vend. Dhe kjo është gjë parësore. Ajo çfarë ne do të diskutojmë është se si do të jetë metodologjia për ta integruar gjithë të hapësirë e cila është ende asnjëse themi në brenda Bashkimit Evropian. Normale edhe politikat e vendeve të ndryshme janë të dallueshme. Ndryshe ka interesa Franca, ndryshe ka Gjermania, ndryshe ka Hollanda, apo Italia, apo vende tjera. Në këtë kohezion që krijohet, pavarësisht se do merren edhe çështjet e konjunkturave të brendshme janë pjesë integrale edhe ti mund të jesh shumë mirë, po për hir të konotacionit në cilin ndodhet situacioni politik brenda një organizate të tillë, domethënë ti mund të mos jesh. Ndërkohë kjo duhet shfrytzuar. Padyshim që Ukraina dhe lufta atje ka ndryshuar gjithë metodologjinë dhe mënyrën, sepse nuk është futur asnjë vend, aq më tepër tani komplet disa vende, pra Shqipëri, Malizi, Serbi apo dhe Maqedonia e Veriut, që të jenë pjesë integrale e Bashkimit Evropian dhe kjo metodologji komplet ka ndryshuar. Pra, në një farë mënyre, nuk do të jenë kaq rigoroze fundi çështja e mënyrës se si do të monitorohen. Pa ti mendon që do ketë një qasje më të butë, thonë ju? Po shkohet ka ai që quhet integrim gradual. Përsi në foli dhe Rama sot. Presidenti francez Macron. Po, një fjali se pasaj që po fletë Marta Kos, vetëm mbyllë shpejt. Jo, këtë desa them tani, ndërkohë që Gjermania, e cila realisht ka qenë kritizere për këtë gjë, duket që e ka përqafuar këtë propozim si të Francës, Italisë dhe të Austrisë. Të vendeve të mike të Ballkanit. Por e ka futur për herë të parë tani që këtë proces të integrimit gradual të jetë dhe Ukraina. Të jetë dhe Ukraina. Le të vi dhe Ukraina, vetëm mos na heqin ne.
është shmangur Moldavia. Moldavia, ta shikoj, Moldavia është pak më e komplikuar, sepse është edhe ideja çat merret nga Moldavia e Bashkohet të Rumanisë, ndoshta ka gjithmonë një plan B për Moldavinë. Marta Kos, live nga Brukseli bashkë me Edi Ramën. Të madhe prej më shumë se një dekade, sepse nuk është diçka që ndodh brenda ditës. Kështu që kur konfirmojmë këto piketat ndërmjet me mbështetjen e së drejtës, konfirmojmë që puna juaj e 10, madje edhe më shumë viteve në këtë fushë ka qenë e suksesshme. Janë miratuar ligje për të mbrojtur të drejtat themelore dhe grupet në nevojë, hapa vendimtare janë hedhur për të siguruar që të gjithë shqiptarët të kenë të drejtë për një proces të rregullt ligjor. Kemi parë vetingun e qindra gjyqtarë dhe prokurorëve dhe ngritjen e institucioneve të reve të qeverisjes së gjyqësorit që kanë ulur ndikimin politikës në gjyqësor. Kemi parë ngritjen e SPAK-ut, strukturës posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, që është institucioni flamurtar antikorrupsion në Shqipëri që ka vërtetuar që mund të japë rezultate dhe të bëhet institucioni më i besuar në Shqipëri. Kjo reflekton mbështetjen e fortë të popullit shqiptar për reforma të thella në sistemin e drejtësisë dhe fuqia transformuese e procesit antarësimit të BE-s duhet më së pari mbi të gjitha të ndihet nga qytetarët shqiptar vetë. Ky është një themel i fortë për të punuar mbi të, duke arritur këtë gur kilometrik kyç, sot ne po vendosim me vetbesim edhe termat e rrugtimit përfundimtar drejt antarësimit në BE-s. Sot kemi vendosur objektivat e fundit. Shtetet anëtare kanë përcaktuar piketat mbyllëse për kapitujt më të rëndësishëm, për shtetin e së drejtës dhe të drejtat e themelore, për sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Arritja sot me çel një fazë të re të bisedimeve të zgjerimit dhe bën të mundur për Shqipërinë të ecë përpara drejt mbylljes së kapitujve. Pra pa hapjen e sotëm, mbyllja e kapitujve nuk do të ishte as pak e mundur në të gjitha fushat e politikave. Dhe në momentin që plotësohen kushtet, ky është momenti për të kremtuar për të intensifikuar punën. Ne do të vazhdojmë të mbështesim punën dhe vizionin e Shqipërisë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Shqipëria duhet ta përdorë të energji pozitive të gjeneruar nga ky hap për të ecur përpara. Piketat mbyllëse për të cilat ka rënë dakord BE-ja sot janë një sinjal i qartë për çuar Shqipërisë se pritet progresi më tejshëm. Mbështetemi tashmë te Shqipëria për të intensifikuar reformat dhe kjo duhet përfshijë të gjitha forcat politike në vend dhe të bëhet në konsultim si me shoqërinë civile, ashtu edhe me publikun. Shteti i së drejtës prek çdo qytetar. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të arrihen vetëm duke marrë pikpamjet e të gjithë personave të prekur në konsiderat. Tashmë është koha që të përmbushim pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me BE-s dhe duke dhënë rezultate për ato reforma që kanë peshë për ta dhe më shumë se 90% e qytetarëve shqiptar mbështesin antarësimin tuaj në BE. Kemi një rrugë të gjatë përpara, por do të mbi shumë shpejt, kështu që shfrytëzoni këtë moment të kremtoni arritjen dhe le t'i kthehemi me njëherë punës. Ne po punojmë fort në procesin e zgjerimit. Ju thatë që doni të keni rezultate dhe rezultatet janë këtu. Për hyrjen nga hyrja e Kroacisë në BE në 2013 deri te Komisioni aktual i Bashkimit Evropian me nisjen e mandatit në dhjetor të 2024-s, në 11 kemi mbyllur 5 kapituj. Nga dhjetori 2024-s deri më tani kemi mbyllur 11 kapituj. Tashmë në të ardhmen do të arrim shifrat më të larta në mbyllje, por tashmë prejush sa më shumë kapituj të mbyllen në rrugtimin e antarësimit të Shqipërisë, aq më shumë i suksesshëm do të jetë Bashkimi Evropian. Falenderoj shumë kryeministër, falenderoj shumë dashur Edi. Faleminderit, fjala është për ju kryeministër. Faleminderit shumë. Dear Marilena Agapimo. E dashur Marilena. Thank you so much, Marta. Faleminderit shumë e dashur Marta. Nuk më do mua? I
I was thinking to say ljubim te or not. Po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. Mirë, në rregull. Tani jam e lumtur. Why you laugh? Po pse qeshni? You are young. Jeni të rinj. Don't know yet the value of love. Nuk e dini ende vlerën e dashurisë. You have to see and learn from Duhet të shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dashuria e pashtershme, pa kushte. suffering love sometimes. Dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi. Of course we are happy. Dhe sigurisht jemi të lumtur, jemi shumë të lumtur, sepse kemi arritur një tjetër gur të jashtëzakonshëm kilometrik. Kemi thyer një tjetër rekord. Ashtu siç e theksoi edhe Marta, siç e ka theksuar në një së rastesh, ne I çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt, ndoshta sepse ishte shumë vonë, dhe kaluam nga kjo tek phase of starting to close the chapter. faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme edhe njëherë brenda një afati shumë të shkurtër. Kështu që ndihemi të energjizuar, të inkurajuar, por gjithashtu edhe me më shumë përgjegjësi, sepse e dim It's not the end. që nuk është fundi, It's just the beginning. është vetëm fillimi I fundit. We know that Dhe we have to do much e dim more work, që but duhet të maybe bëjmë it is shumë më also tepër the punë, moment por to say ndoshta to all është po Albanians kështu at edhe home momenti për t'ju that, thënë të gjithë shqiptarëve në atë dhe të cilët kanë ndjekur Ibarin me kaq pasion, as I told you before, dhe siç ju thash më parë në sallë, fjala Ibar more trendy than the World u bë Cup edhe words. më trendi se sa This is how we fjala kupotrore. the European Ja që kështu jetojmë ne me antarësimin në Bashkimin Evropian, dua të them që sot kemi një vend 27 billion I euro cili GDP. ka një PBB prej mbi 27 miliard eurosh dhe nisëm